Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Të nderuar besimtarë musliman të qarkut të Korçës, motra dhe vëllezër. Në emër të Muftinisë së zonës Korçë dhe në emrin tim personal, ju uroj gëzuar Fitë Bajramin, ditën e shpërblimit, e harmonisë shpirtërore, solidaritetit dhe vëllazërisë dhe me të afërmit dhe njëri tjetrit. Ne po përcjellim me përmallim muajin e bekuar të Ramazanit, me shpresën e madhe që Zoti të na ketë falur mëkatet tona dhe të ketë pranuar lutjet, adhurimet dhe sakrificën tonë. Ramazani na mësoi se mirësitë dhe begatit që na ka dhënë i plotfuqishmi marrin kuptim vetëm atëherë kur ndahen me të tjerët me synim fitimin e kënaqësisë së Zotit. Ky muaj i madhruar na mësoi se sofra e iftarit është sofra e harmonisë dhe vëllazërisë mes besimtarëve, mes vëllezërve dhe miqve, mes të pasurve dhe të varfërve. Të gjithë jemi të barabartë para Krijuesit, dallimi është vetëm në devotshmëri, në përkushtim, në bujari dhe te sinqeriteti në adhurim, lutje dhe vepra të mira që ne bëjmë. Lutjet, adhurimet, sakrifica dhe ribërja shpirtërore që përjetuam gjatë Ramazanit të bekuar na forcon dhe motivon ta shohim festën e Fitë Bajramit si ditën e shpresave të reja, si ditën e kuptimit dhe solidaritetit me njëri tjetrin, si ditën e ripërtëritjes së vëllazërisë, miqësisë dhe dashurisë për njeriu dhe njerëzore. Fitë Bajrami është ditën e diel, datë 30 mars 2025, ceremonia e faljes për 2 xhami të qytetit do zhvillohet para borrit të xhamisë së vjetër Ilyas Bej Mirahori, ndërsa në zonet e tjera në xhamit përkatëse. Jeni të mirëpritur të gjithë besimtarët, burra dhe gra, fëmijë të moshuar, të marrin pjesë në ceremoninë e faljes së Bajramit, e cila fillon në orën 7 dhe kulmon me faljen e namazit të Bajramit në orën 7:30. Ceremonia e pritjes dhe urimeve do të zhvillohet në ambientet e Muftinisë Korçë mes orës 10 dhe 12. Me lejoni së fundmi, në këto çaste të gëzuara të festës së Fitë Bajramit, këtij momenti të gëzimit dhe të lehtësimit shpirtëror, t'ju përcjell mesazhet e mia më të sinqerta për një jetë sa më të lumtur, për shëndet dhe mirësi. Gëzuar dhe për shumë vjet Fitë Bajramin.